Në 3 degët e Partisë Demokratike të Qarkut Kukës vjon procesi i analizës së brendshme për zgjedhjet e fundit qendrore dhe lokale. Drejtuesi politik i PD-s për Qarkun e Kukësit, deputeti Flamur Hoxha, bëri të ditur se Partia Demokratike ka një angazhim maksimal për të dëgjuar të gjithë anëtarët dhe mbi të gjitha për të qenë pjesë e një ristrukturimi të thellë dhe gjithëpërfshirës të Partisë Demokratike. Ka një angazhim maksimal për të garantuar dhe për të dëgjuar të gjithë anëtarët dhe mbi të gjitha dhe për të qenë pjesë e ristrukturimit të Partisë Demokratike, një proces i cili do të vijojë, ka vijuar dhe besoj që ndoshta në këtë risi unë dua të përgëzoj degën Kukës, dua të përgëzoj edhe koordinatorët e kryesisë së Partisë Demokratike, të cilët janë angazhuar dhe po bëjnë dhe sigur që do dalin në një proces shumë rezultativ, një proces i cili Partinë Demokratike do duhet dhe ka për ta bërë, siç e ka bërë pjesë fituese në qarkun tonë, po ashtu edhe në të gjithë Shqipërinë, për të vijuar proceset e mëvonshme, të cilët kanë dhe do të jenë në muajt në vazhdim. Sipas deputetit Hoxha, vijimi i kësaj analize të brendshme ka të bëjë jo vetëm me angazhimin e opozitës, por edhe me përgjegjësitë ndaj të gjithë shqiptarëve, përfshi edhe votuesit e majt, të cilët në 13 vitet e fundit, sipas tij, kanë kuptuar se boshti i ashtu quajtur i rilindjes ka qenë mashtrimi dhe keqçeverisja. Qark fitues, pritshmëritë e zgjedhjeve të 2025-s dolën siç ne i kishim marrë si impenjim dhe angazhim. Dhe në këtë rast, duke marrë në konsiderat, qoftë ato të zgjedhjeve qendrore, qoftë ato zgjedhjet lokale, për çdo kuti, pavarësisht problematikave që ka pasur qarku ynë që mbahet si qarku më i varfër, qarku i cili ka pasur më shumë emigrim, qarku i cili nuk ka pasur investimet e duhura, pra një politikë diskriminuese e sektit rilindja për këtë qark, gjithsesi ka treguar se edhe pse me të gjitha disavantazhe, ka treguar dhe do tregoj që në çdo kuti votimi do dalë fituesi. Në zgjedhjet e radhës dhe siç dihet, do ta lidh pak nëse më lejoni me vijimin e kësaj analize që ka të bëjë me angazhimin e jo vetëm të Partisë Demokratike, të gjithë opozitës, por të gjithë shqiptarëve, duke përfshirë edhe të majtët që në këto 12-13 vite kanë parë që boshti i rilindjes ka qenë mashtrimi. E filloi me mashtrimet 2013-s, legalizim falas, U24 orë, zhvillim, ekonomi, punësim, etj. Me radhë, kur sot kemi braktisje, kemi diskriminim, kemi emigrim. Në përfundim, Hoxha nënvizoi se Partia Demokratike do të vijojë të jetë në krah të qytetarëve, duke i dhënë zë shqetësimit të tyre dhe duke ndërtuar një alternativë reale për ndryshimin e vendit.